ja kam dediku krejt këngën, jetën time, krijimtarinë time Tetovës, deri në këtë moment nuk më ka vlerësuar asnjëherë Tetova dhe asnjë kryetari komunës. Të ndjekim pak këtë deklaratë. Unë 50 vite karrierë, do shta edhe ma tepër, i kam këndu vetëm Tetovës. Do më thonë, kulturën tetovare, këngën e Pollogut e kom ngrit në atë nivelin më të duhur që ka qenë, e mundur. Asë një kryetari deri sot si ka rënë ndërmen, ma jep një me njëje. Ju erdhi kjo e momenti, diçka që ndoshta e kishit prit? Jo, kjo ka qenë edhe një emocion prekës edhe për mu. Dhe u prekëm edhe ne në fakt kur e dëgjum. Ishte të regoj, se tash ati e kom përbej prej emocioneve shumë prekure që kom pas në vete, kom thove Tetovës, unë i kom këndu gjithë shqiptarisë. Ku kom shku, i kom këndu këngës tetovare, kom këndu kosovare, Shqipërisë, e krejt, do më thonë, kënga e mundi më barë shqiptarin. Mirë po ati ko qenë momenti prekës që e kom përmen vetëm Tetovë, unë jam këngëtari gjithë shqiptarisë, por ato emocionet që e kom marrë, ajo letër një me, tash me analizu, o letër shumë e thjesht, një nderim për Mahmut Feratin, mi adhon një milioje për kontributin, o shumë e thjesht, krejt, mi po veç që i ka shku në dërmen, edhe më kaftu, ishte madhështipër.